Mbetjet në vend janë të mjaftueshme për industrinë e riciklimit. Nëse të gjitha mbetjet në vend do të arrinin të mblidheshin për të ricikluar, nuk do të kishte nevojë për import, por ato do të ishin të mjaftueshme edhe për eksport. Kështu u shpreh kryetari i shoqatës së ricikluesve Bardhyl Balza gjatë seancës dëgjimore në Komisionin për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin. Balza ngriti problemin e djegjes në landfille të tonelata mbetjeve, ndërkohë që përpjekjet e ricikluesve për mbledhjen e tyre nuk kanë pasur shumë sukses. Ne duam vetëm që këto të përfundojnë te fabrikat e riciklimit. Këto lëndë para të përfundojnë te fabrikat e riciklimit. Hajde gjejmë rrugën më të drejtë. Hajde gjejmë rrugën më të shkurtër, rrugën më të pakushtueshme. A ka nevojë për import industria e riciklimit nëse merret nga vendi? Zotërit nderuar, do ketë nëse ne mbledhim të gjithë materialet, lëndët e para të riciklueshme, jo vetëm që nuk ka nevojë për import, po ka nevojë për eksport sot për sot. I gjithë problemi shtrohet që kjo punë nuk bëhet. Ashtu siç janë interesat e gjithë popullit shqiptar, janë edhe interesat tona që Shqipëria të jetë e pastër. Industria e riciklimit të mbetjeve është ngritur gjatë 5 viteve të fundit me investimet e rreth 60 kompanive. Xhiroja vjetore e këtij biznesi sipas shoqatës së ricikluesve kap shifrën mbi 100 milion euro, duke përjashtuar industrinë e riciklimit në Elbasan, e cila gjithashtu është disa miliona euro. Mbetjet që riciklohen në vendin tonë janë letrat, plastika, metalet me ngjyrë dhe vitet e fundit riciklohen edhe bateritë.